Dhe jemi në studio me avokatin Dorian Matlia, mirë se erdhët, me kolegët e mi Lindita Çelën nga shteg.org dhe me Armand Bajramin e A2CNN. Faleminderit që erdhët. E kishim të ftuar edhe avokatin Gez Gjokuta, i cili para rreth 60 minutash njoftoi se e kishte të pamundur që të vinte në program sonte, por ne do të vazhdojmë ta trajtojmë çështjen e 21 janarit e rihapur pas fitores së familjarëve të Alex Nikës në Strasburg. Armand, nisim me ty pikërisht për shkak se me ty e nisëm fakt që në fillim programin pasi u rikthyem edhe në arkiva me ato çfarë kishim mbi 21 janarin, por edhe mbi vendimin e Strasburgut. Nëse mund të bëjmë një historik të shkurtër për të rikthyer në kujtesë. Vit pas vite rikthejmë në kujtesë, po tashmë jemi në prag të një situate tjetër. Lulzim Basha është thirrur, ka bërë deklarimet e veta në SPAK, sot pritej Sali Berisha, por për shkak të interpretimeve të ndryshme të mboritjes apo jo të fletësirës së tij, ai nuk u paraqit sot në SPAK. Po Merita, faleminderit. Në fakt për një përmbledhje të shkurtër që pas ngjarjes tragjike të 21 janarit 2011, hetimi i parë që u bë aso kohë qoj si të pandehur ish kreun e Gardës Republikës Ndreja Prendin dhe një prej gardistëve pjesë e grupit të zjarrit Agim Lupot, cilët u gjykuan, hetuan, u dërguan si të pandehur në gjykatën e Tiranës, fillimisht u deklaruan të pafajshëm në shkallën e parë, vendimarrja që ndryshoi më pas në apelin e Tiranës aso kohë, ku morën dënime por minimaliste, njëri me 1 vit burg dhe tjetri me 3 vjet burg vetëm për vrasje nga pakujdesia, por vetëm për 2 nga viktimat, për Hekurandedën, për Zverveizën dhe Faik Myrtaj. Ndërkohë që morën pafajësi Agim Lupot, paktën gardisti, për Hekurandedën duke e lënë të pasbardhur ngjarjen vrasjen e Hekurandedës. Bashkangjitur kësaj vrasje të pasbardhur, një nga 3 vrasjet, është edhe ajo e Alex Nikës, pra nga 4 viktima të 21 janarit 2011, drejtësia shqiptare ka deri tani të paktën të dënuar dhe si përgjegjës vetëm për 2 prej viktimave. Ndërkohë që për 2 nga viktimat, për Alex Nikën dhe Hekurandedën, drejtësia shqiptare deri sot nuk ka një person përgjegjës të dyshuar si autor të vrasjes tyre në 21 janar dhe as të dërguar para drejtësisë. Por paralelisht me këtë hetim që përmenda, në prokurorinë e Tiranës qëndroi e hapur dosja 21 janari, gjithmonë për identifikimin e autorëve të vrasjes të Hekurandedës dhe të Alex Nikës. U duk të paktën sikur për Alex Nikën do të kishte të reja hetimi për shkak se është administruar nga grupe hetimor në atë kohë predha që i ka marrë jetën, predha e plumbit, por për shkak të dëmtimit shumë të lartë saj, ka qenë i pamundur në vim si identifikimi e armës nga e cila ishte qitur predha që i mori jetën Alex Nikës. Për vite me radhë, në fakt për publikun 20 janari vinte në vëmendje vetëm në përvjetorët e tij dhe kur bëhej ajo parada deri diku edhe ndonjë përpjekje një ditë para për të shkuar. Një ditë para një përpjekje për të bërë një lëvizje, kalimi dosjes, kthimi në polici, rikalimi sërish në prokurori, por pa diçka të qëndësishme, derisa me krijimin e strukturës posaçme, pas reformës në drejtësi, me krijimin e SPAK në vitin 2023, familjarët e Alex Nikës depozituan një kallëzim. Raimonda Nika, e veja e Alex Nikës, depozitoi një kallëzim në SPAK ku drejtonte gishtin e akuzës ndaj ish kryeministrit vendit Sali Berisha, ndaj ish ministrit brendshëm të kohës Lulzim Basha dhe ndaj kreut të Gardës Republikës Ndreja Prendi, duke i kërkuar strukturës posaçme të hetonte këta 3 persona për vrasje me dashje në lidhje me humbjen e familjarit saj. SPAK vlerësoi se duhet ja kalonte për kompetencë prokurorisë Tiranës këtë çështje, më pas investimi i familjes Nika, kundërshtimi i kësaj vendimarrje të SPAK në gjykatën e lartë në mars të vitit shkuar, gjykata e lartë detyroi strukturën e posaçme të merrte në dorë hetimin të hetonte kallëzimin e bërë nga Raimonda Nika dhe kësaj të hetonte 21 janarin. Por kjo urdhëresë e gjykatës lartë ishte në fakt pas një vendimarrje të mëhershme të nëntorit 2023 të gjykatës europiane drejtave të njerëzit në Strasburg, që i dha drejt një ankimi të bërë nga familja Nika, çështja Nika kundër Shqipërisë, ku vlerësonte gjykata e Strasburgut se 20 janari
ishte një krim shtetëror dhe se autoritetet shtetërore nuk kishin bërë aq sa duhej në hetimin e zbardhjes dhe se do duhej jo vetëm të bëhej një hetim më i plot i ngjarjes, por njëkohësisht edhe të reflektoheshin ndryshime mbi përdorimin e armëve zjarrit apo se si ishin përdorur armët e zjarrit në ngjarjen e 20 janarit. Dhe pikërisht pra pas asaj vendimarrjes të Strasburgut që ndikoi dhe diktoi deri diku gjykatën e lartë ta çonte në duart e SPAK dosjen 20 janari, SPAK regjistroi në korrik vitit shkuar 2024 regjistroi hetimin e kallëzimit të Raimond Anikos, njëkohësisht tërhoqi të gjitha aktet hetimore që Prokuroria e Tiranës kishte bërë deri në atë kohë dhe në vimësi ka bërë veprime kryesisht paktën marrjen e deklarimeve ku kujtoi që kanë qenë disa ish ligjvënës apo edhe ligjvënës aktual socialist në atë kohë gjatë ngjarjes si organizator të demonstratës 20 janarit, ku ka dhënë shpjegimin SPAK Sajmir Tahiri, ka dhënë Besnik Baraj, ka dhënë Xhemal Qefalia. Jam pyetur familjarët viktimave, familjarët Hekurandedës, familjarët Alex Nikos, dhe ndër veprimet më të fundit hetimore ka qenë ajo e para 2 javëve pyetja e ish liderit opozitës Lulzim Bashës, gjithmonë në pozitat e personit që ka dienim rreth anat hetimit, si ish ministri i brendshëm i kohës, dhe ditën e sotme do duhej të pyetej ish kryeministri Sali Berisha, i cili nuk u paraqit në SPAK në orarin në cilin ishte njoftuar apo siç ishte bërë të paktën e ditur edhe botërisht dhe mediatikisht. Unë dhe kolegë kishim raportuar se ditën e sotme SPAK kishte njoftuar dhe priste që të paraqitej Sali Berisha. Do më lësë të teksoj dhe faktin që në këtë hetim ndërmarrje të SPAK, angazhim të SPAK në zbardhjen e vrasjeve të pasbardhura të 20 janarit, një nga provat e paraqitura ka qenë dhe një audio përgjim që është depozituar në strukturën e posaçme nga kolegu Artan Hoxha, një audio regjistrim ku pretendohet paktën që të jetë një regjistrim audio i komunikimeve në radio të efektivëve të Gardës Republikës në momentet e hapjes zjarrit, pra në ato minuta që pati hapjes zjarrit e Gardës Republikës. Është në duart e SPAK, është nështruar e të ekspertimeve, fillimisht për të provuar autenticitetin e tij, por më pas edhe për të harmonizuar me prova tjera dhe për të konkluduar. Shkurtimisht lidhur me fletëthirrjen ndaj zotit Berisha dhe ti e ke trajtuar edhe në raportimin e sotëm, edhe në kronikën e përgatitur, ku u kap zoti Berisha me SPAK? Në thonjza ku u kap, por që SPAK pretendon që e ka dërguar thirrje në 3 adresat e tij. Dhe zoti Berisha thotë që unë nuk kam asnjë gjë, prandaj nuk. Sipas legjislacionit shqiptar, në momentin që organi procedues, prokuroria, kërkon të marrë deklarime nga një shtetas për llogarit një hetimi, i dërgon atij një fletëthirrje duke i caktuar një datë dhe një orë për paraqitjen në prokurori dhe për të dhënë shpjegime në lidhje me ngjarjen për cilën do pyetet. Kjo që ka ndodhur me zotin Berisha, i janë dërguar 2 fletëthirrje në fakt. Fletëthirrja e parë është dërguar në datën 3 nëntor, është dërguar në banesë, por është kthyer pas fletëthirrja me zarfin e dërguar përmes shërbimit postar e pa hapur dhe me një shënim që rojet punojësit e sigurisë paktën pranë banesës zotit Berisha nuk mund të hapnin, nuk ishin pranuar që ta hapnin dhe ta merrnin zarfin. Është përsëritur ky veprim nga SPAK në datën 9 nëntor, por kësaj here duke i dërguar një fletëthirrje ish kryeministrit të vendit jo vetëm në adresën e banesës së tij, por në 3 adresa potencialisht mundshme mes të cilave zoti Berisha mund të kontaktohej. Në banesën e tij, një fletëthirrje urdhërthirrje i është dërguar në banesën e tij, në adresën e banesës në rrugën Mustafa Matohiti, një tjetër në selinë e Partisë Demokratike dhe një tjetër në kryesinë e Kuvendit të Republikës. Për të trija edhe në këtë radhë të dytë, pra në këtë njoftim të dytë, përpjekje të dytë të SPAK, është refuzuar të merret në banesë kjo fletëthirrje, po ashtu edhe në Kuvendin e Republikës, këtu i referohem një reagimi zyrtar të ditës sotme të SPAK, ku grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka refuzuar ta marrë këtë njoftim, ndërkohë që SPAK nuk ka dhënë sqarime të paktën deri në këtë moment se çfarë ka pasur fletëthirrja e dërguar në selinë e Partisë Demokratike. Por sot kemi pasur një përballje publike mes SPAK dhe zotit Berisha, pasi SPAK nga njëra anë thot këto që unë citova pak më herët, pra që ja kemi dërguar këtë fletëthirrje zotit Berisha 2 herë dhe në 3 adresa tashmë së fundmi,
në të paktën 2 nga adresat në banesë dhe në kuvend është refuzuar marrja e këtij njoftimi. Dhe nga ana tjetër, ish kryeministri që në një deklaratë publike nga selia e Partisë Demokratike pretendon se nuk është njoftuar, pretendon se nuk e ka marrë atë dhe madje duke i hedhur akuza deri në fyerje ndaj SPAK, duke i konsideruar si mashtrues ordiner, se sipas tij rojet që ka tek porta hyrëse e banesës tij i transmetojnë dhe i përcjellin atij çdo shkresë dhe çdo dokument dhe se nuk ka ndodhur ajo që thot prokuroria. Jemi në një situatë pra ku një nga të dy palët nuk po thot vërtetën. Nëse nuk po e thot SPAK apo nuk po e thot zoti Berisha, mbase do të sqarohet në një moment. Presim për ta parë në vijim. Avokat, si e konsideroni këtë moment? Mendoni që Berisha po i shmanget dhe tjetra që vjen pas kësaj, në rast se do ketë një përsëritje të refuzimit nga ana e zotit Berisha përmes këtyre manovrave, a ka një mundësi që të shoqërohet forcërisht për të dhënë sqarime? Për sa i përket pjesës pyetjes parë që u bët, nëse Berisha po i shmanget, gjasat janë që po i shmanget, sepse praktikisht Berisha jeton këtë vend si gjithë të tjerët, gjithë e dim sot që SPAK ka njoftuar Berishën, përveç Berishës, që nuk e di që ka njoftuar SPAK Berishën. Në një farë mënyrë e di këtë gjë këtu dhe thjesht po e shmang. Arsye pse po e shmang, mund të jenë të shumta. Nuk e di, do të blej kohë, do të kuptoj çfarë po ndodh, do të krijojë ndoshta një situatë ku të guxoj SPAK-u ta marrë një moment me forcë, por ta marrë mirë pa rregull me forcë, për shembull nëse nuk quhet i njoftuar zyrtarisht rregullisht, dhe SPAK-u e bën marrje me forcë, do ishte një shkelje nga SPAK-ut. Do të krijojë ndoshta një situatë tillë, nuk e di çfarë do të bëj. Kjo është çështje për shkak që thjesht mund të spekulojmë, asgjë më shumë. Por ajo që dihet është që deri tani, përderisa ky njoftim nuk ka vajtur dot zyrtarisht në mënyrë të rregullt, nuk konsiderohet ende i tillë që të bëj efektet të pasojnë domethënë ato efektet juridike përkatëse. Nuk e di çfarë mund të bëj SPAK-u tjetër, bën çik ndoshta më kreativ, ta gjej mundësinë se si ta njoftoj në një dalje ku zoti Berisha do bëj një lëvizje diku. Duhet të qëndrojnë gati ta njoftojnë. Ose tek të hënën tek foltorja para kryeministrisë. Është çështje që gjë do gjendet një zgjidhje domethënë, po